cek disa prej tyre që nuk janë njohura shumë për publikun. Në vitet 90 kemi planifikuar dhe bashkë organizuar aksionin kundër urdhënësit, organizatorit dhe vrasit të herojve Recep Molla e Nohe Berisha. Për këtë aksion unë pajisa nga doja me një armë moderne, për kohën një uzi izraelit me mbyt zoni, arme të cilat vite me vonë pas aksionit par drenasit në vitin 1992 kundër policisë serbe në stacionin e autobusëve Jadash Hashim Thaqit. Për kujtesin e gjithve, duat sjell në mendje se mitralozi cilën e mori doja nga Baci Ahmet, të cilin e kishin dërguar shokët nga Perëndimi, do të përdorej nga Adem Jashari deri në rënien e tij heroike. Fola gjatë për këtë ngjarje sepse Azem Sylla kishte marrë përsipër nxjerrjen e Bacit Rifat nga Kosova në Shqipëri. Për ta nxjerrë Rifat Jasharin nga Drenica deri në Prizren, bashkëtuan dhe u përkujdesin ndaj Azem me Muhamet Çelen, Jakub e Halim Krasniqi dhe Adem Jashari me pas bashkëvimtar tonë nga Prizreni Aloshala me shok e nxorën në Shqipëri për të vazhduar pastaj në Gjermani. Për kujtesin e gjithve, duat sjell në mendje se mitralozi cilën e mori doja nga Baci Ahmet, të cilin e kishin dërguar shokët nga Perëndimi, do të përdorej nga Adem Jashari deri në rënien e tij heroike. Xhavet sigurisht ju e keni dërguar si mos. Me 30 dhjetor 1991, kur u sulmua Adem Jashari dhe familja e tij, në mëngjesin e hershëm u njoftova nga Almezeka dhe me pas takova Jakub Krasniqin, i cili me borositi të shkojnë Kizharek për të njoftuar dhe morë Ganiun dhe Azemin. U organizuan bashkë me Jakubin, Ganiun, Gani Sylen, Idris Hysinin, Elmi Shalën, Imel Ladrosin, Zecil Bekollën e shumë veprimtarë tjerë. Azem Sylen, ndojen e kishim lënë në Komoran që të shkonte të njoftonte shokët e organizatës Prishtinë, ndërsa unë me Jakubin, më vonë me Ganiun dhe Imel Ladrosin vazhduam Drenas. Fillimisht në prekaz u futën bashkë me Jakub Krasniqin, Elmizekën dhe Zecil Bekollën. Me Ademin dhe grupin e tij u dakorduam që të takohemi në odën e Gani Kocit. Pas takimit dhe vendimeve që u morën aty, e ktheva Jakub Krasniqin dhe Zecil Bekollën Drenas, lash Jakubin, mora Gani Sylen dhe Idrisin dhe u kthyem prekaz për ta ndihmuar Adem Jasharin dhe familjen e tij. Atë notë, Ademi me shokët e rraqim nga prekazi për